Sigurisht, unë them që nga pikpamja infrastrukturore, gjithçka, ne kemi qenë shumë lartë se Malizi. Ajo që më vura re, kësaj radhe, ishte që Malizi kishte filluar në bante era Europë. Nuk di ta them, pasi në ka një vend ku mua më kanë kërkuar rishfet hapur policët, më shumë se në çdo vend tjetër, përfshirë dhe Shqipërinë, ka qenë Malizi. Kësaj radhe këtë nuk e vura re. Në ka një vend ku rregullat e qarkullimit dhe të parkimit ishin shumë më keq në Shqipëri, ky ka qenë Malizi. Kësaj radhe dhe këtë nuk e vura re. Pra, ajo që vura re kësaj radhe në Malizi ishte që ndoshta të gjithë e kishin kuptuar në një moment caktuar që ky është momenti ynë që ne t'i afrohemi Bashkimit Evropian. Dhe ta thash, gjërat nuk ndryshojnë brenda natës, as brenda vitit, as brenda një dekade. Po temi perceptimi publik në Malizi që vura unë re kësaj radhe, dhe Malizi është një vend problematik, nga pikpamja historike, etnike, fetare, quaj si duash, janë 600.000 vetë ku ke serb, malazez dhe shqiptar, fe ortodokse, katolike dhe muslimane, dhe situata tash është komplekse. Megjithatë, ajo që vura kësaj radhe nga Muriqani dhe deri në Budva ishte që njerëzit, shoqëria kishte kuptuar që ky është momenti i dur që ne duhet të futemi në Europë. Dhe kjo nuk ka të bëjë me diasporën, ka të bëjë me ata vetë. Pra le të themi, ju thoni shkon në dyja drejtimet. Unë them që jo. Unë them që diaspora shqiptare është tashmë në Europë. Diaspora, sigurisht. Është pronare në copëzën e zajt të shtëpisë, të apartamentit, të makinës, të biznesit. Sa biznese janë besmirë shqiptare në Itali? Janë gati 30.000 biznesa. Me duket edhe më shumë. Ndoshta edhe më shumë. Ndoshta edhe më shumë. Dhe pa folur pastaj për figurat shuara, të jetës publike, të jetës sportive, kulturore, të jetës që janë pafund në Itali. Pra shqiptarët e diasporës janë në Europë. Puna është të paktën t'u japim këtyre mundësinë të na tërheqin pak më shpejt atje. Apo jo? Anila, çfarë mund të bëhet diçka më shumë të drejtim? E para njërë, do më thonë, është si puna e smundjes foshnjore që fillon dhe me terapi, fillon dhe me disa vaksina, i themi ne, dhe unë do thoja që të paktën kujtoj para në vitet 2013, 2015, 2016, fillova, do më thonë, të shikoj ne i themi asaj t'i vjera shtet në pjesët më praktike, do me thënë në rrugë për policinë e këto. Ajo që në qoftë se shteti shqiptar don t'i ofroj diasporës t'a sjellë më afër, duhet ketë një qasje më partneriteti. Do me thënë partneriteti flas në çdo aspekt dhe jo me fushat, do me thënë, jo me raste, do me thënë, si tush ku na erdhi vezat e dera, por duhet të jetë konstante në mënyrë të rregullt. Sigurisht që ka pas gjithmonë programe për të ftuar diasporën, për t'i sjellë, po këto gjitha kanë qenë në kuadrin e ka bërë Jomi, e ka bërë Fondi Amerikan, e ka bërë Gizi, e ka bërë ndoshta BE-ja, dhe a kanë bërë një studim, ose a kanë, më thënë, studimet mund bëhen sa të duash, po drejt, ose, se më thënë, politika shqiptare duhet tjetë e ndërgjeshme me veten, ta bëj analizën e plotë dhe të thotë, ore, vërtet, sa është përfituar nga këto që ne kemi investuar, dhe a ka hapësira që të ndryshojmë qasjen në mënyrë që t'i kemi këta bashkë ndërtues dhe partner. Dhe më thënë, po nuk erdi në këtë format, unë them që do ngelemi prap si puna saj tangos, 2 para 1 mbrapa, anash dhe djathtas, do të thonë do ecet, sigurisht që do ecet, se vim dhe tek ajo që kombi shqiptar, do të themi dhe këtë që mentaliteti kombit shqiptar është në një hap niveli, do të thonë mindset dhe qasja dhe ndaj shtetit dhe ndaj demokracisë, që nuk përputhet me zhvillimin po them teknologjik. Gjithi kemi iPhone-ët e këto, apo gjithi kemi këto teknologjini përdorim, AI-në tani këtu e përdorin më bukur, ndoshta edhe se sa i përdorim në atë, se kemi kohë. Do të kisha qef ta kisha parë sot ministren, ta takoja, po duhet të them këtë që, duhet ta pranojmë dhe këtë që kombet e tjera kanë hecë
nga ana e zhvillimit dhe qasjes ndaj shtetit apo dhe shtetit, domethënë, në funksion dhe të zhvillimeve ekonomike, revolucioneve ekonomike e revolucione. Ndërsa kombi ynë I ka pas këto zhvillimet galopante, po ndërkohë këtë mënyrën e mentalitetit dhe në qofse këto gjëra, qofse duan vërtet të unë them, do filloj tek edukimi. Pra, që nga zero, që nga hapat e para dhe deri në zhvillim, po se patëm, po nuk investu ky vend dhe milionat që po dalin, do më thonë që investohet nga shtetit, nga buxheti I shtetit shqiptar, të ketë një buxhet të veçantë dhe një pjesë të mirëfillt për pjesën e edukimit dhe për pjesën e shëndetësisë. Po për pjesën e përfaqësimit. Po për pjesën e përfaqësimit. Përfaqësimin do të thënë, mua më pëlqen tek samiti është edhe si temë, gjë që ne kishim dhe sugjeruar. Unë po shikoj ato zona, ndoshta regjia në e nxjerr ato grafikun, si shumë interesant që tregonte që vetëm të lindurit nga diaspora shqiptare, pra të lindurit nga prindërit shqiptar që kanë ikur nga Shqipëria drejt emigracionit, vetëm të lindurit, vetëm nga Italia dhe Greqia, po flasim për gati 1 milion shqiptar. Pra le të themi, dalim tek ajo ideja që në fund fare në një vend ku gjithë më shumë shohim nigerian, bangladeshas, indian, që punojnë në Shqipëri dhe shumë mirë, le të jetë Shqipëria, unë jam që Shqipëria duhet të jetë një vend I hapur sepse përfiton nga kulturat e ndryshme. Megjithatë, kur shikojnë që ka shumë shqiptarë që jetojnë jashtë, që duan kthehen në Shqipëri, që votojnë për Shqipërinë, Megi, mendoj që ata duhet meritojnë edhe një vend të tyre. Për Italia e ka të zgjidhur, ka vende caktuara në Senat që zgjidhen dhe përfaqësojnë diasporën dhe imigracionin. Ta thash, ne kemi, po në mënyrë sporadike dhe temi voluntariste, persona dhe personazhe cilët janë kthyer nga emigracioni dhe punojnë në Shqipëri, drejtori I emergjencës I urgjencës, ministri aktuale e shëndetësisë. Po le të themi, çdo gjë mbetet në vullnetin politik të X-it apo të Y-it, ndërkohë që kur ti I kërkon atyre parat, kur ti I kërkon atyre votën, një moment caktuar duhet t'u japësh diçka. Vim në këtë edicion të 4 të samitit, pasi është provuar, po themi edhe për herë të parë dhe vota diasporës. Dhe në fakt, një panel shumë I rëndësishëm në këtë samit do të jetë pikërisht dhe ky diskutimi për përfaqësimin e diasporës në vendimarrje, dhe zëri I tyre në vendimarrje. Përpos kësaj, unë dëshiroj të cek disa nga çështjet që u ngritën dhe këtu, për sa I përket partneritetit strategjik, se ne kështu e kemi quajtur në fakt edhe në dokumentat e samitit, edhe kështu do të quhet edhe në samit. Pra diaspora është partneri jon strategjik, po themi. Kjo ka qenë ajo, edhe ndoshta një ndër risit, po edhe gjëja që ne duam të theksojmë këtë samit. Pra, e përmenda qoftë në diskutimin për sa I përket strategjisë kombëtare, por edhe në çdo diskutim tjetër kapilar diaspora si partneri joni. Pra, diskutimet me diasporën dhe jo për diasporën. Për sa I përket aspektit të procesit të integrimit, përmendën mendsinë dhe jam më së dakord. Mendoj se çdo gjë fillon tek mendësia dhe ne këtë aspirojmë dhe ne këtë duam të arrijmë, pra këtë ndryshimin rrënjësor të mendësisë. Po ka një gjë interesante, zakonisht kur flitet për procesin e integrimit apo për antarësimin tonë BE, gjithmonë përmenden afatet dhe gjithë vëmendja është tek afati dhe kur do të jemi antar. Që patjetër është e mirëkuptueshme. Se jemi vonë, me pritshmëritë tona jemi vonë. Por, unë do thoja që shumë e rëndësishme është edhe rruga dhe procesi përpos afatit. Nuk është rruga, është destinacionin, beso mua. Janë të dyja shumë të rëndësishme. Nuk është rruga, sepse në momentin janë por është destinacionin. Pa dyshim që destinacioni është ajo, the ultimate goal, nuk e diskutoj. Në këtë rast është destinacioni. Jo, për të arritur të destinacioni duhet mendësia dhe duhet kjo punë për të arritur në këtë mendësi. Jagu I ke këta, Po flas, unë po flas në tërësi për procesin dhe po flas edhe për ta janë gati ta sjellin në Europën në Shqipëri. Patjetër dhe ne e thash, dhe kjo është më se mirë pritur dhe kjo është një nga gjërat kryesore që do diskutohet në këtë samit. Po kur flasim për integrimin, flasim dhe për ne këtu dhe për punën që ndërmerret këtu. Pra, për të patur atë vendin me institucione të forta, për të patur, pra për të arritur deri aty sa të jemi vend antar, sepse po të ishin çdo gjë arritur tashmë, do ishim vend antar. Do diskutonim po ti kishim gjërat e arritura, diskutonim para, unë them do vinim si Norvegjia, apo si Zvicra, si shumë para me Europën. Dhe për këtë arsye mendoj se edhe rrugtimi është shumë I rëndësishëm dhe në këtë rrugtim sigurisht që e mirëpresim diasporën, e mirëpresim ekspertizën e tyre dhe jo vetëm ekspertizën në diskutimet
për secilin dhe nuk dua të arrijë në teknikalitete këtu për secilin kapitull apo grup kapitull, por flasim edhe për atë kontribut që mund të bëhet nga diasporë që punojnë në Komisionin Evropian apo në institucione të ndryshme ku mund të transmetojnë mesazhin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme dhe theksoj që është një nga temat kryesore të këtij samiti. Pra ju po i kërkoni shqiptarëve që janë bërë ndërkohë europian të gënjejnë pak për arsye patriotike. Jo, unë përmenda që të jenë përfshirë në çdo aspekt të procesit integrimit. Unë mendoj që duhet jetë e kundra. Unë mendoj që shqiptarët që janë duhet mbrojnë patjetër Shqipërinë, se unë mendoj që janë patriot, por nga ana tjetër ata duhet të jenë dhe qortuesit tanë më të rrept. Sepse janë në dy anët e urës, mendoj unë. Dhe në anën europiane dhe në anën tonë. Unë mendoj që kontributi vjen në disa forma dhe nuk bëhet fjalë për të gënjur absolutisht, bëhet fjalë për transferim ekspertize, bëhet fjalë për programe mentorimi, bëhet fjalë për të qenë të ulur bashkë për të diskutuar pozicionin e negocius, për të diskutuar për secilin kapitull konkretisht, bëhet fjalë për shumë se sa kaq. Pra, ka plot mënyra për ta integruar dijen e diasporës këtu për sa i përket procesit të integrimit. Rrjedhimi profesional janë gjitha mënyra për cilat ne jemi të hapur për të bërë më shumë. Mendoj se është bërë diçka, por duhet kemi parasysh që dhe procesi i integrimit ka filluar vetëm vitet e fundit, pra vetëm vjetën e kemi hapur gjithë grup kapitujt. Ndërkohë që se përmendet Malinezi ka qenë në një tjetër e parash në një tjetër metodologji. Nuk fola, unë tash ajo që fola unë dhe këtu unë jam guilty as charged, përfshit e veten time, që ajo që bura re unë Malzi kësaj radhe, pra kur them që mban në Europë, por që ti e kuptoje që në përgjithësi të gjithë faktorët e shoqërisë, shteti por jo vetëm, e kishin kuptuar që këtu ke ne pastaj çfarë them, dil shif doktorin çfarë thot jo më larg se 5-6 orë më parë dhe e kupton që këtu një pjesë jo e vogël e shoqërisë nuk është akoma gati për këtë lloj mendësie kolektive për të pranuar realitetin e ri i cili duhet të thënë jo dhe thjesht vetëm për meritën tonë, por arsye gjeostrategjike po na ofrohet sa radhë. Megjithatë Besmir, do doja të pyesja ty, meqë ti e ke për herë të dytë. Ke qenë në samitin e fundit? Po. Tani ç'a mendon që ka ndryshuar nga ai samit deri më sot? Nga ato gjëra që ti ke parë, ke dëgjuar, ke marrë pjesë, ke diskutuar në samitin e kaluar, ka ndonjë gjë që është realizuar? Doja shtoja vetëm diçka në lidhje me atë çfarë u tha. Sot që flasim, unë jam plotësisht i bindur që nuk duhet as të pretendojmë, as të shpresojmë që diaspora të kthehet. Sepse qofse diaspora do kthehet, kontriboj flasu, ne të kthehet. Po, të kontriboj po. Ne kontribojmë shumë mirë dhe aty ku jemi. Në rastin tim, unë kam themeluar një qendër kulturore në Milano, ka vetëm 3 vite, dhe qofse unë nesër do kthehem, në Milano nuk do ketë një qendër kulturore, kështu që deri dje në universitet na thonin nuk dukesh shqiptar me çudi, dhe sot na thonë që do vim ke qendra kulturore të ndjekim festivalin e letërsisë shqipe ose të shikojmë përfarsimin e Shqipërisë në Design Week në Milano. Okej, kjo është. Për të përgjigjur pyetjes, samiti duhet akoma të ndodhi. 2 ditë që panelet ishin interesante. Panelet janë jashtëzakonisht interesante, dhe ne do ta ndjekim se ABC News gjatë gjithë ditës, nesër dhe pas nesër. Panelet janë interesante. Dhe jam i bindur dhe shumë i frymëzuar nga takimi me ministrin e jashtëm që bëjmë sot, që pjesa më e madhe e diasporës që do marrin pjesë në summit, që do marrin pjesë në panele, do e ketë në një mënyrë ose një tjetër mundësinë të ballafaqohet me institucionet shqiptare, me persona që përfaqësojnë institucionet shqiptare. Dhe kjo është, për mendimin tim,